Musliman nga në mirë këtë hadith, Allah në ruajtë në animovë gjithmonë. E di që është Iran për shumë prej muslimanve, mirë po e vërteta, haki thuhet gjithmonë. Allah në bëhë për atyne që e thuhet me urtësi, e me butësi, e me formën më të mirë që kem mundësi me thanë. Mirë po e vërteta thuhet gjithmonë. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, men taraka, ai cili lan, nuk i falë, thalatha gjumaatin, ai cili lan nuk i falë 3 gjuma, i ka lanë 3 gjuma si ka falë, min gajri udhr, pa pas far arsyet madhe, arsytimi, nuk është që u ka në dharë, nuk është që u ka në pavedije, nuk është, i ka arsytimet e tina që ndin nuk janë arsytime, si për shembull, tybe më thirë njani, e dolëm, e të një spat aty xhami, kjo është arsye. Tybe që ashtu i kum pason njanit, vetën e aju vanu e meta, pëdim, për çka e lam në gjuman. Po kësi arsye la njerëzit nuk e falin gjuman. Tani kujton që kjo ka në arsye. Kjo është arsye e shejtanit. Kjo është arsye e shejtanit. Min gajri udhr, nuk e ka në udhar, udharet e lejohet. Së ka në udhar, je ka në shnosh. Pse si shku me fal gjuman? Min gajri udhr, pa arsye e ke lan 3 gjumaja. Nga që ka ndodhë me ty nëse i len 3 gjumaja pa i falë. A thonë Muhammed a.s. Nëse i len 3 gjumaja si falë, kutibe minel munafiqin, është shkruhet të Allahu prej munafikave, është prej dyftyrshave. Jo të one të te, one për ty të përmija, të Allahu azza shkruhesh prej dyftyrshave. Të manë, jetat është në tokë. Kur të Allahu azza je shkru si dyftyrsh, jetat është në tokë, provohe. E ke vrejt që nuk të besoj njerëzit, e ke pa. I thu, ti nështë e shkon i ban ben Allahun azogjel, nuk të besan. I thu, nesër me këmë arë, nesër këmë e t'i pru, s'të besan. E din fort mirë që për ranë. E din se, te Allahu i e shkru. Kër shkru është te Allahu dëftërsh, harrohe që të besan dikush dë një. Quhet tjetëri, thët, asë një fjallë nështë se thët. Zi mu do këti besu shumë. Ja jep. I një manë. I do këtë i besu shumë, por shkak se kë të Allahu nuk është shkru munafik. Do të thënë, shkru është të Allahu dëftësh, pa i halë për ty. Deri Allah të falët, e në animovë gjithmonë, e në bëhë për atyne që marëm mësim, e ti që është e rana dhe njerë, po thamë, mirë po, a është ma mirë me ta kalzu këta, e ti minajt gati gjumas me falë, apo mësë me ta kalzu këta, e ti më shkru të Allahu munafik. Cila është me herit për ty? Tash besoj që më kuptan. E lusëm Allahun azza në ba për atyne që kur nuk e lam gjuman pa falë, pa arsye. Subhaneke, o bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilaik.